rëndësishme kjo që thotë zotja Asimi, se duhet ta kuptojmë konceptin edhe në teorinë politik të qeverisë teknike, se është një mjet që nuk përdoret vetëm në Shqipëri. Praktikisht si bëhet në realitetin tonë shqiptar, përdoret në gjitha vendet e botës, pra është për të garantuar, sepse çfarë pam tek raporti Odirit, një nga problematikat ishte përdorimi i aseteve dhe burimeve shtetërore për disa të herë në zgjedhje. Atëherë ç'a mund të bëjë qeveria teknike? Mund të bëjë që të gjitha këto forca politike të cilat garojnë të mos jenë në qeveri. Po nëse nuk arrin kjo qeveri teknike, se kjo është qeveria teknike është aq po e shpjegoj si alternativë. Po folur si fjalë, po shpjegoj si koncept si alternativë. Pra, është e rëndësishme sepse jep të neutralitetin e aparatit shtetëror, i cili të mos përdoret në rastin e zgjedhjeve. Zoti Rama thoshte këto kinezeriera do zbotojnë në tjetër është e rëndësishme që të mos bëhet një muaj para zgjedhjeve. Domethënë e rëndësishme është edhe teknikaliteti si bëhet, e rëndësishme është të bëhet të paktën një vit para zgjedhjeve, në mënyrë që të neutralizohet në mënyrë maksimale komplet angazhimi i administratës në proceset. Minimalisht e di që është 3 muaj, por në Shqipëri duhet minimalisht një vit, ose të paktën edhe 2 vjet do të thoja, por nëse një vit është pak vështirë qeveri teknike 2 vite para zgjedhjeve. Po e flasim në teori si duhet të jetë dhe pse e propozon zotja Asimi apo shumë njerëz të tjerë që e kanë propozuar. Dhe po ta mendosh për zgjedhjet shqiptare, duke qenë se ne nuk po dalim dot nga ky cikli vicioz, që kushdo që është në qeveri përdor shtetin, përdor forcën, përdor gjithë mjetet ekonomike dhe burimet që mund të jenë shtetërore, atëherë ç'a bëjnë? Kjo është një mënyrë e mirë për t'i thënë stop për kaq pak kohë, po jo duke e bërë me partitë politike. Qeveria teknike duhet bërë me njerëz që janë jashtë partive politike. Se dy zotërit ka një